Edhe pse taksa pronës do të dyfishohet ose katërfishohet sipas projektligjit të ri që Ministria e Financave ka hedhur për konsultim publik, qytetarëve që kanë vetëm një banesë nuk pritet të rëndojnë në xhepat e tyre si pasojë e përgjysmimit të pragut të tatueshëm. Nëse neve kemi një ngarkesë e cila vetëm do të dyfishohet në pragun minimal, dhe ndërkohë kemi një bazë të tatueshme e cila është gjysmë, atëherë për këta personat që kanë një shtëpi të vetme, presupozohet që ngarkesa të mbetet po në të njëjtin nivel. Ndërkohë që kuptohet që për shtëpinë e dytë minimalisht do të dyfishohet deri në 4 fish. Norma e rritjes së taksës është e konsiderueshme, por sipas ekspertit, kjo lëvizje nga ana e qeverisë nuk bëhet për të mbledhur më shumë të ardhura për buxhetin. Rritja me çfarë shohun nuk është për qëllime fiskale, pra për realizimin e buxhetit. Ajo është thjesht në kuadrin e një përputhshmërie që bëhet me trendet e taksimit të pronës në Evropë. Pra nuk inicohet qeveria për të realizuar, se edhe vetë taksa nuk është e gjeneron një detyrim shumë të lartë në buxhet. Për këtë arsye do ta konsideroje si një detyrim tatimor që ne do të na dhëmbë të gjithëve. Sipas ekspertit, projektligji lë ende të pasditur një çështje të rëndësishme e cila duhet të sqarohet me një udhëzim të veçantë. Dilema është, deri më sot kemi punuar me vlerën e kontratës blerjes. Ndërkohë që do të punojmë me vlerën e re. Vlera e re sipas metodologjisë aktuale, të cilën unë mendoj që do të ndodhi në këtë mënyrë, i referohem momentit të shitjes së pronës. Pra, po një të ndërtesë nëse apartament qoftë unë e shes, ka një metodologji. Kjo metodologji thot vlera e pronës që do të shitet, pra taksa do të llogaritet mbi atë vlerë që është minimalisht çmimi minimal i zonës, çmimi të referencë. Sipas relacionit të projektligjit, të ardhurat nga taksa pronës në Shqipëri përbën një nga nivelet më të ulta në raport me prodhimin e brendshëm bruto krahasuar me vendet e tjera të rajonit, çka sipas qeverisë bën të nevojshme këtë rritje.